Sot është dita e tretë që kam transferuar embrionin. E transferova, një më shkoj, e brava, e transferova të henën në orën 3 masdite, gjithë masditën, sa erdha fjeta e gjumë, kam dhe një shtrirë, e kam marrë lente, dje po ashtu shumicën e kohës ngrihesha vetëm për nevojat e mia personale, merja ushqimin, I bëja djalit gati ushqimet e tij, edhe kaq shkoja në tualet, kam lexuar, jam marrë me telefonin, kam ndonjë me familjen se kam vjerin dhe vjerën këtu që po më ndihmojnë. Këto janë çorapet që IVF-i t'i jep dhe unë si kam hequr akoma. Vetëm kam ndruar rrobat lart edhe asgjë tjetër. Për nuk kam dal, thjesht do lëviz dhe nuk do bëj ecje jashtë derisa të marr të bëj HCG-n e parë betën për të marrë përgjigje nëse kam ngel shtazan apo jo. Po e di që kam ngel shtazan sepse e pash në ëndër. Atëherë le të bëjmë disa ushtrime të lehta, të thjeshta, thjesht për stretching, që na bëjnë mirë për ushqyerjen e mitrës edhe embrioni të marrë nutrientët dhe të zhvillohet sa më shumë, sa më mirë. Kam qenë shumë pozitive, jam munduar të mbaj një energji pozitive sa më të lartë. Këto kam bërë. Është dita e parë që unë po bëj këto stretching, pak thjesht për këmbët, për muskujt këtu. Qa mund të themi tjetër? Po, do të flas pak për ëndrrën. Në djalin, e nisim nga djali. Në djalin e pash në ëndër si për e mora në krah dhe ngela shtazan. Gjatë 2 javshit që pres për të marrë përgjigjen nëse kam ngel shtazan apo jo, më ka ndodhur këtë gjë. Në shtator kur transferova embrionin e dytë, nuk e pash këtë në ëndër të ndjesi dhe nuk ngela shtazan. Kur ngela në shkurt 6 javë shtazan, e pash fëmijën, por ishte në një pozicion që ishim të katër në krevat dhe ishte lakuriq, por kishte ftohtë, mbërdhinte, kishin zënethet. Dhe doli që embrioni ishte jashtë mitre. Ndërsa në këtë radhë e transferova të hënën në drek dhe kur fjeta në darkë që u gdhiva për të martën, e pash në ëndër shumë shpejt, se herët e kaluara e kam parë më mbrapa, më vonë. Dhe unë mendoj që embrioni është kapur, është ngjitur që ditën e henë në darkë, mendoj unë. Dhe shpresoj mos gaboj. E pash, po prap lakuriq fëmijën, po e mora në krah dhe po e përqafoja. Dhe them që embrioni është ngjitur. Vajza e nënes. Dhe jam shumë emocion. Dhe mezi po pres. Më duket se në datë 31 korrik e kam për të bërë betën e parë, analizën e gjakut, nëse kam ngel shtazan apo jo. Simptomat janë shumë shpejt për të menduar për simptomat. Vazhdoj merre me gjilpëra që I bëj çdo natë, me ilacet që I pi, dhe I pi në mënyrë të rregullt, vë alarmi në telefon, se pa atë edhe harroj ndonjëherë. Edhe kaq, dhe ju informoj me veprimet e ardhshme. E mërkur 31 korrik, në orën 10:15 kam HCG betën e parë, analizën e gjakut, pas datës 22 që transferova embrionin. Vetë HCG beta dhe progesteroni, analiza e progesteronit për të parë nivelet. Shumë emocion jam. Kam shumë emocion sot. Jo nesër, pas nesër I bie të jetë analiza e dytë dhe të henën I bie të jetë e treta, përfundimtarja. Emocion I madh. Mbrëm kam qenë, më kanë zënë ethet, 2 herë brenda javës, të dridhurat ethet, në mëzinin në shtazani me djalin. Dhe
Mendoj se janë shtetëzan. Nuk e di pse. Shumë ma ndjen zemra shpirti. Por dhe shikojnë. Analiza e gjaku do e tregoj. Realisht shpresoj që të kam ngelu shtetëzan dhe shpresoj që HCG-ja beta të jetë në vlera optimale dhe jo thjesht normale. Shumë emocion. Io nuk I zëndale, edhe kur rësohem, shenjën trupin tim, plagën kam tropeu, një të grenohem. Io nuk I zëndale, edhe kur rësohem, shpite shpiti tim, rruga e vështirë. Mirëmëngjes, sot ditë e enjte, një gusht. Gëzuar muajin e ri. Dje si që bëra HCG betën. Më morën në telefon, po më morën shumë shpejt, zakonisht marrin nga dreka nga ora 1 deri në 3. Dje morën rreth orës 11. Jam shtetëzan. Dhe HCG beta ishte 100.3. Shumë lartë në krahasim me embrionin e shkurtit, që ishte beta e parë 22. Nesër, premten, kemi betën e dytë. Në ëndër e parë që më kishte bajtur shumë herë më lart beta. Shpresojmë që të ketë ndodhur kjo gjë. Dhe si po presim. Gjithashtu pash në ëndër sikur hangra byrek. Jam kënaq, aq më ka shijuar ai byreku. Aq më ka ngjitur ai byreku, përbri më ngjit. Edhe ja. Po bëjmë një ecje shpejt të vogël, ora 8. S'ka fjet mirë djalin brëm. Edhe ja. Mirë të gjofshim nesër. Mirëmëngjes grupi, si jeni? Një fundjavë të mbar. E di që mund të jeni në plazh me pushime. Gjitha një. Ajo atje poshtë është e përpjeme, I themi ne nga Berati. E ta të pjeme do me them poshtë, burim as njërë si kam mësuar dhe. Kam 15 vite me te dhe akoma se kupton kur është e përpjeme dhe kur është e ta të pjeme. Kur kam qenë në shkollë fillore, në 8 vjeçare, mirja pjesë në për koncerte. Këndoja para klasës, para shkollës. Dhe këndoj një këngë. Kam 2. E doni një sot e një nesër, apo të dyja sot? Më mbahet që kërim. Ta këndoj. Më tha edhe goja. Më tha që më shpesh goja tani nga progesteroni. Ashtë, 1, 2, 3. Prisni. Kam talentën. Më spitoni ju kështë s'kam talente. Kam talente plotë. Dale. Thëllëzat, poshte për pjetë, moj thëllëzat. Sa të bukra me lezet, moj thëllëzat. O po, dale, prisni. Dilni shini ju thëllëzat, s'pona I marim vadhe shtruar, Dilni shini ju thëllëzat, s'pona I marim vadhe shtruar, Thëllëzat kërë bisedojnë, Oho, më përfishi kokra. U lodha nga esja. Këngën e dytë, qose e doni, ja u them nesër. Qesh një njerës, qeshni. Gëzoni, emociononi. Kjo është jeta. Do vdesim fundja. Asgjë s'do marri me vete. Ju uroj një fundjavë sa më të mbarë. Mirë të qofsh. Përshëndetje, sot është ditë e hënda, 5 gusht. Jam me zemrën time këtu në makinë. Zemrën. Bidonin akoma se heq. Me atë ka pirë. Që I vogël, pompoja, gjoksin dhe ja jepja. Edhe thjesht e mban kështu si cuçin, ato gjinshtare t'i ka hequr s'mban me, por bidonin e kanë qik si të tepër, thjesht e mban goj. Po do ja heqi, po mi qenë se ka ilaçin e hekurit edhe shumë të tjera. E ka marrë qik më shtruar. Atëherë, sot ditë e hënda 5 gusht, unë do shkoj të bëj HCG betën e 3.
kam te qendra e fertilitetit, kam për të bërë edhe një intralipid që këta e kanë shtuar tani, sepse bëja vetëm para transferimit, ndërsa tani e kanë shtuar dhe një dozë pas transferimit. Ky është një protokoll për të gjithë, jo vetëm për mua. Me fjalë intralipidi serumi që marr në krah, që zgjat diku 30 deri në 45 minuta. Dhe do marr xhupin me vete se atje dhoma, siç e kam shpjeguar, është më e freskët se ambientet normale. Do dëgjoj ndonjë gjë, kam marrë dhe kufjet me vete, do dëgjoj ndonjë gjë në telefon. Preparova të merrja një libër ta lexoj. Por nëse do dëgjoj ndonjë gjë në telefon me kufje. Sot presim HCG-betën e tretë, se dalim brenda ditës përgjigjet. E para, HCG-beta e parë ka qenë 100.3, e dyta 135.3, 235.3 dhe sot i bie të jetë, shpresoj luz të jetë shumë herë më e lartë, shpresoj të kapim një mishen dhe në javën e 6 i bie të bëjmë ultrasoundin për të parë embrionin, fetusin. Shpresojmë që të jetë në mitër, edhe pse unë e pash dje, e vizualizova, e ndërova, pash atë fetusin e bët skeletit që të kapur. Ja këto, do ju informoj. Ju pafshim.